Një grua që punon 40 orë në javë ose më shumë, I paguon vetë flokët, tojnë, qiran, makinën, ushqimin dhe karburantin, që mban gjithë shka mbi shpatullat e saj. Ajo nuk do të jetë ajo grua e butë dhe femrore që ti pret. Dhe jo, ajo nuk mund të japë paqë kur jeton në mënyrë mbijetese. Ajo është e lodhur, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht dhe mendërisht. Ajo nuk ka nevojë për dikë që I thot relaksohu. Ajo ka nevojë për mbështetje të vërtetë. Ajo nuk është e ftohtë, ajo është thjesht e lodhur duke qenë gjithmonë e fortë. Nëse dëshiron që ajo të jetë e butë, jepi një hapësirë ku ndjehet e sigurt. Nëse dëshiron që ajo të besojë, bëhu dikush tek I cili ajo mund të mbështetet. Mos kërko një grua të qetë dhe të butë kur ti I jep një jetë të vështirë. Nëse nuk mund t'ia lehtësosh barën, të paktën mos I shto më peshë pi supe, sepse një grua që lufton çdo ditë me jetën nuk ka nevojë për një betejë tjetër në shtëpi. Paqja nuk është vetëm përgjegjësia e saj për të dhënë. Nëse je dakord, vendos një 100 dhe shpërndaj këtë mesazh me dikë që ka nevojë ta dëgjojë. Zoti ju bekoft.